Gert Fera zbulon sekretin e Egli Takos. I ftuar në një studio televizive ka qenë ish banori Gert Fera, i cili ka analizuar lojën dhe situatat në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, duke qenë se gjithçka është duke afruar drejt fundit. Dinamikat kanë ndryshuar shumë dhe secili synon finalen. Për raportin mes Egli dhe Gjestit ai u shpreh: "Nuk besoj se Egli është kaq puritane, sa kur doli tashmë na ka krijuar një lloj mendimi ndryshe për njeriun që donte dhe që sakrifikoi gjithçka. Ka bërë atë kthesën e madhe që unë nuk e bëj më për ty sepse kështu e do ti." Egli ka gjërat e saj për të na thënë, pasi ka dalë jashtë ka kuptuar që Gjesti mund të ketë diçka të vetën. Ai shtoi më pas: "Kjo Eglia ka ndonjë gjë për të na thënë neve në fund të fundit, apo do të vazhdoj të na tregoj që unë hyra në shtëpi për të pastruar imazhin dhe jam ajo goca? Çfarë është kjo? Po shikojmë çuditëra. Kam për të thënë që kjo Egli ka pasur ndonjë lidhje para se të hynte në shtëpi. A ka lënë ndonjë gjë hapur?" Egli ka thënë jo dhe që ka 2 vite që nuk është e lidhur. Gerti: "Po të hapësh kamerat e Top Channel-it e shikon me vëmendje kush e ka sjell ditën e parë fare kur ka ardhur në Top Channel." "Pra e ka sjell dikush?" Gerti: Po. "Ju e njihni?" Gerti: "Jo, atë e shkruan e gjithë dynjaja, nuk e ka mohuar askush." "Ju e njihni atë djalin?" Gerti: "Unë si emër e njoh, jo personalisht." "Pse i bie në qafë këtij djali tjetër? Po e masakron këtu kur ti bie për vete, ke skelete nën sirtarin tënd." "Keni një emër?" Gerti: "Mario quhet, instruktor palestre, një orë të 2 në palestër." Gerti më pas u shpreh: "Mua më vjen keq sepse po e masakron Gjestin e shkret. Nëse nuk do të kishte qenë ai, nuk do të dilte ai Xumi në radhë të parë kur nominoi veten dhe Xumin. Nuk do të nominonte kurrë ajo një si Xumi dhe ta nxirrte jashtë vetëm. E kam parë që më ka bërë cop mua dhe çdo banor të shtëpisë dhe nga krau tjetër arritëm tek pika që thonim: do t'i flasësh Gjestit, dhe unë kam arritur deri te pika që kam dëgjuar, mirua bën. Sot shikoj që i kthehet atij djalit që e ka mbajtur në krah." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.